Si që tha dhe zoti Sopjani të pjesa e presidentit, presidenti ka 30 pika dikon këgjat mira, që nga komandanti forcat armatosura, po shtrohet një pyetje shumë e vogël. Po pse kjo zhurmë ka që madhe, kjo ngërç 2 vjeçar për rolin e presidentit, kur roli i presidentit qenë nga ceremonial? Sepse s'është ceremonial. Për shkak se vërtet nuk është ceremonial. Po dyshim është i pari i shtetit. I pari i shtetit, po deri tash, po them edhe në tavolina, edhe më habit fakti, nga njerëzit që janë njerëz që e interpretojnë kushtetutën dhe janë hartues të kushtetutës. Dhe thonë këtë, pak a shumë, do thot për mu është, do thot injorues si rol, pa anën tjetër, pesha e presidentit në Kosovë është jashtëzakonisht, ju e dini shumë mirë që këto pika dhe kjo rëndësi e presidentit, futja do thot e këtyre pikave të rolit e presidentit ka qenë në kohën e të ndjerit të Rrugova. Ku do thot ai ka qenë do thot i pasionum, ta merr gjithmonë rolin e presidentit, kryeministrin e ka falë partive tjera, ju e dini shumë mirë që ka dhënë edhe partive me 6-7%, të cilat faktikisht kanë qenë dalur në zgjedhje. Dhe kështu që natyrshëm që roli i presidentit është jashtëzakonisht i madh, ngërçi ka ndodhur për presidentin, urojmë që presidenti të jetë vërtet konsensual, edhe pse unë dyshimet i kam shumë. Ndoni që vetëvendosja do insistoj që ta ketë një president të vetin? Po, besoj që po, për arsye se edhe LDK-ja vetëm se është dorëzuar nga kjo temë. Pra po thoni që do e pranoj edhe LDK-ja? Do e pranoj, LDK-ja veç ka dhënë sinjalet që ka kohë, që e ka dhënë sinjalin, do thot direkt apo indirekt, ashtu si shtar zoti Sopjani, çështja e takimit sot është dashur të jetë takim, do thot ku marrëveshja do të ishin marrëveshjet e gatshme, bisedimet në kanale tjera të ishin përfundu, dhe natyrshëm sot takimi do thot marrëveshjet dhe normalisht shkojmë do thot në kuvendin e radhës, thirret kuvendi dhe veprohet që në paketa apo varësisht prej procedurave do thot të kuvendit rregullorës kuvendit dhe zgjidhen institucionet. Edhe jo për shembull ne vetëm ta marrim peng që sa kohë do thot flasim presidenti, kur normalisht çështja e presidentit do bëhet tabu dhe anë mban botës do thot shkruajnë për ngërçin politik të Kosovës, për një ngërç për faktin që disa shteteve jo mike i ka shku në favor dhe natyrshëm që veprimet të tyre në disfavorin e Kosovës kanë qenë jashtëzakonisht përfituese në secilin fushë, e sidomos fushën e sigurisë, ku më shumti Kosova është duke psu. Mos flasim për fushën e ekonomisë, zhvillimin ekonomik, po edhe fusha e sigurisë, e sidomos ne shtetin mendoj që e kemi qitë në ta qenë kështu në lotëri. Thjesht, shkurt, shteti jonë do thot është që 2 vite në lotëri. Dhe nëse mendojnë këta që siguria e Kosovës mbahet me kapjen e disa spionëve atje të lagjës, poshtë. Dikun atje në fund të lagjës, e kemi shumë gabim për shkak se neve njerëzit të cilët punojnë kundra shtetit të Kosovës kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë brenda institucioneve të Kosovës. Sopjani, ju mendoni se LDK do e pranonte një president nga VV-ja? Po tash kjo do të nënkuptonte ndryshim